Shikues të nderuar, ndryshe prej herave të tjera, sot I kam dy mysafir mjaft special të paktën për mu, me atë sa kemi diskutu, Bajram Geci dhe Rita Zhubi, mirë se vini. Kemi me folë para shumë në vlerësimet e mia, është fantastike ajo çka keni arrit me bo deri më tash, së paku për komunitetin e rinisë së Kosovës. Jeni prej të parëve që e keni përfaqësuar rinin kosovare në samitin e NATO-s. A mundeni fillimisht më na tregu pak a shumë cili do prej juve, çysh ka nis komplet angazhimi juaj në këtë drejtim, edhe çysh erdhën pastaj deri në pjesëmarrjen në samitin 2026 në Turqi. Përshëndetje, jam Bajrami, faleminderit për mundësinë, edhe jena kësu me ndo arritje nashta hapa të vogël, po mëne që kanë rëndësi edhe për rini, po edhe për të ardhmen e Kosovës. Çka kemi bo na është fillimisht një projekt, ka 2 vite, 3 muaj që ka fillu, prej John Hopkins University në Washington DC, është të udhëheq prej Edward Joseph. Në shkurtimisht për Edwardin, ai ka qenë edhe në kabinet të Bill Clintonit 99-ën, edhe ka menaxhu me refugjat që ka në Mbllac, atku në Maqedoni. Edhe një shumë mirë të mi, po tash është në profesor në Washington DC. Okej, ju keni qenë nxënës, apo jeni vetëm në kuadër të projektit me ta? Jam vetëm në kuadër të projektit, s'kam qenë nxënës me ta, edhe me këtë projekt e fokusin e ka në Ballkanin Perëndimor, po Edwardi është advokus I zellshëm I parafrimit Kosovës me organizatën ndërkombëtare, specifikisht me NATO-n. Kjo më ka duk mundësi e artë, që me kanë një za prej Kosove, që me kanë pjesë që në diskutimeve ku folet për Kosovën, edhe jam mundu me përqu mesazhin e duhur. Se normal na ndim, muri me pas prej partnerëve e ata që dojnë mirën Kosovës, po prapë duhet një za lokal që e përqen mesazhin nga brenda. Normalisht. Po, për mesaru edhe për opinionin, nga profesioni, çka jeni edhe në projekt, çfarë pozita tash mbani? Okej, unë jam ushtarak me profesion dhe për momentin jam në studimet të doktoratës në Gjermani, në Saarland University, ku fokus të vëllëmtimit e kam procesin e antarësimit Kosovës në NATO, edhe marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me NATO-n. Në projekt jam udhëheq I lokal, lider kryesor për Kosovë. Po, Rita? Unë jam Rita, edhe kam përfunduar studimet për ekonomi dhe politik në Londër, në Universitetin LSE, edhe jam gati projekte në Youth Leader, do të thonë lidere e re, pjesë. Hera parë që keni marrë pjesë, do të thonë në këto evenimentet që janë organizuar në kuadër të samiteve të NATO-s, ka qenë e Ritës apo e juja? Fillimisht janë kom bashkarisht në Bruxelles, ka qenë vizit në public diplomacy, është diplomacia publike e NATO-s. Fatkeqësisht prej fundit 2025 u shu si dikasteri NATO-s për shkak të alokimeve ndryshimi I alokimeve të fondeve të NATO-s për shkak të 5%-shit, po përndryshe public diplomacy operon prej themelimit NATO-s. Herën e parë kemi taku public diplomacy edhe zëvend sekretarin e NATO-s. Po, do të thotë jeni të folë për vitin 2024-2025, apo? Okej, pas 2025-s, çysh ka vazhdu të më thonë projekti, çysh ka ardhur deri te pjesëmarrja pastaj? Që ta shalon në Ritës, se Rita ka marrë pjesë në Youth Summit të NATO-s në 2025. 2025. Po, realisht kur ka ardhur ftesa, ka qenë shumë interesant për shkak se si një pjesëtar I Kosovës, kam thonë më ka ardhur mirë. Profesori më ka tregu që kam qenë e vetmja që kam përfaqësu Kosovën në qatë summit. Se unë kam pas obligime tjera, ai tha gjithçysh do të më shkuar, shumë e rëndësi është hera e parë. Kur më shkua aty ka pas shumë delegat prej krejt botës. Normal që ka qenë ndjenjë që veç ka pas në për veneve tjera, nështë kanë qenë 20 persona, 30 persona të e përfaqësu shteti si delegat, po për Kosovës kam qenë veçëne. Ka qenë mjaft interesant, bile me njëherë kur u bo hapja që ke Deputy Secretary Radmila e ku marrë fjallin, edhe me njëherë ku më bo një pytje edhe ka qenë shumë ndjenjë
e mirë, me një farë mënyrë më shpejt më thonë hey, njëm Rita, jam prej Kosovës, edhe po du me bo një pyetje këtu me në këtë Youth Summit Okej. ndërkombëtar. Mas asaj, që më pëlqen për këtë projekt në fakt, për shkak se prej momentit që kena shku në NATO, mas asaj na ka ra me shku edhe në summit e tjera, që kjo është NATO Youth Summit, mandi kena shku to Back to Security Conference, në krejt këto na kena pas besoj një përfaqësim dinjitës, për shkak se nuk kena ardhur zhdurthat, po kena më ardhur me këto rekomandimet që i kena pas dhe i kemi nda me publikun ose ndaj seancë që ka qenë ndamas ndaj plenary session, ose veç network me shtetet e tjera. Po çka qenë ndjenja, do të thonë fillimisht kur keni marrë pjesë Rita? Po më a keni a keni ndjeje tek e fundit, do të thonë një farë përafrimi ose me pjesëmarrësit e tjerë, çysh ka qenë pritja prej anës së tyre kur e kanë marrë vesh për shembull që je prej Kosovës, sepse nuk ka pas përfaqësim të mëhershëm. Nëse e kuptova qartë deri. Sakt, po. sakt. Aty normal që ka qenë me ftesë dhe na kanë prit, dhe ka qenë shumë interesant se në shtam ka ra me fol me njerëz prej shteteve që nuk kena nështë shumë raport të në kohës. Prita ka qenë shumë e mirë, apo dhe kanë qenë kurios, kanë pyet, ishin a jeni antar, qysh është raporti, mas shumë të pëlqen edhe qysh ke ardhur. Dhe se ndokët nuk e dishin edhe gjeografikisht, ku është Kosova, atë ishin a ke vështirë për ty me ardhur, unë kom pas fluturimin, për shembull 12 orë, kom ardhur për këto, aty ka qenë eksperiencë shumë e këndshme. Po. Pastaj Bajram për me dalë deri tek summiti tash që u mbaj, domethënë në vitin 2026. Apo ka pas zhvillime edhe të mëhershme si kanë. Sa deri s'është me rëndësi, një fati i mirë, rekomandimet e para që i kena bërë si grupi i Kosovës kanë rri deri te sekretari gjeneral Mark Rutte. E më ndodhë dhe fatë ma vonë. Po, besoj që i Kemi edhe një selfie me Mark Rutte. Tash vlen më cek se pjesë e projektit janë edhe vendet tjera të Ballkanit. Krahas është edhe vendi që nuk na njeh dhe ka tendenca territoriale. Po grupi rinor që është pjesë e projektit ka mendime pozitive në aspektin e avancimit të raporteve mes dy shteteve. Po, edhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor për aspirata masnej të mëvonshme për antarësim me krejt. Do të thotë ka se aty është pozitiv. Janë pozitiv, është e rrallë me po se kjo është me sigurisë. Me konë është diçka ma e lehtë mu ka përdi. Ka bashkëpunim. Ka bashkëpunim, po në aspektin e sigurisë me ne që është për mu përshëndet. Se në mas 27 viteve, në aspektin politik, hala nuk diskutohet bashkëpunimi këtë fush. Po, as nuk gëzarë është me diskutu, do më thonë, aktualisht. Kësa herë kërë këna taku sekretarin general, në pjesë e rekomandimeve tona ja konë bashkë, konë edhe ka pas prej Shqipërije, Maqedonie, Malitëzi, Bosnjës, Sërbis, edhe bile përnashe Mark Rutte, tha prikajtin, tha shumë prej Kosovës, ke kolega tjetër i projektit, ke prej Sërbis, edhe tha Mark Rutte, tha, qka na dojna me parë, diçka të tillë, edhe që ju me orë me zgjidhje, ju veç pjesa e leadershipit, po me tentu mja vo zgjidhje t'ju. Se na shtë nuk i pëlqejnë, tani... Normalisht. E që ka qenë hera e dytë në Bruxelles, në NATO, zakonisht për kanë me agenda, kjo ka qenë 2025. Zakonisht me agenda, kena pas pritje, vizita 2 ditore, kena taku ambasador, kena prezentu para ambasadorve, bile në 2025 kena prezentu, ka qenë, ka pas edhe atashe ushtarak, për Italije, ka pas për Lituanije, ka pas ambasador prej Suedije, përfaqësus prej, ka qenë në Slovak, në mos njës, ka pas shtete po Amerikanë, se tash vlinë edhe kemë të cekë, se në ma bet po më kujtohen, vizita jo në 2025 ka qenë e financume prej misionit Amerikanë në NATO. Qashtu? Kjo edhe e fëqizoj, kësa ata na bënë në agendën, edhe na mundësun me taku njerëz me personalitet, edhe që kanë fokus çështjen e Ballkanit. Edhe tash ndoshta te takon ambasadorin, po të paktën ai nga në një verzion
praktik prej një... Po, e she energjin për juve, qysh Se është zakonisht perspektiva? ambasadorët e NATO-s rrallë dalin në vende lokale me po çfarë opinioni kanë. Po, Se ato ja u diktojnë politikat e vendeve ku janë, ku po, vinë. prej ku vinë. Po, tash ti beki mundësinë me dhonë mendimin tanë në mënyrë praktike, bile na u përgatitshëm që me mujt mja u vizualizu me thjesht që me mojt men. Po, sepse në Jo shë veç me ki lexu- 10 minuta me... Po çashtë na e kishëm prezantim 4 deri në 6 minuta. Po, Edhe U dash i me kishe përmbledh. po, e përmbledh diçka që me mojt men. Edhe krejt rastet ka na shku, i ndalë masanej, kanë bashkë bisedu, kanë që na e mbështesëm. sepse ju kalon për shtypje... Po edhe i leke për shtypje, se na nuk thëshëm me slogane Kosova të jetë në NATO direkt, po krejt rekomandime që është e dyta në 2024 që ka dalë, janë praktike, diçka në strukturën aktuale dhe politike të NATO-s, që ka më të më bo ma shumë. Po, qysh e sheni si tash, Bajram nëse muj më ju pyet, po më nejtë çka parashe edhe prej vlerësimit juaj, do më thonë situata aktuale, çka në të ardhmen, do më thonë Kosova aktualisht, në mënyrë praktike çka mundet me bo tutje, ose prej aty në bashkëbisedimeve që i keni pas atje, çka është mesazhi që ju e kuptoni në çdo pjesëmarrje që i bëni, do më thonë çka mundet me bo tutje. Po, po filloj në fillim kur kemi fillu me këto rekomandime, unë këmë thonë pse janë të i prit disa tri për çështje të mdhaja, që është çështja e sigurisë, këmë thonë, në që ka mujna na me kontribu në çështje që janë, se kur njerëz e njihin fjalën siguri, shpesh e menojnë veç ushtria, FSK-ja, luftë, që to e menojnë. Realisht, nuk është ashtu. Realisht, siguria lidhet shumë me faktorë tjerë një që janë ekonomia, edukimi, arsimi, edhe këto faktorë direkt ndikojnë prapën siguri. Okej. Dhe më thonë një në klidhën, edhe që aty e kena pa që edhe rekomandimet në fakt që i kena bo kanë qenë edhe në këtë sens. Kanë qenë për bashkëpunim, për ekonomik, për zhvillim, e tjerë. Po. Bajram? Po me shtu të Rita, pajtona 100% që siguri nuk është veç normal që ushtria, policia, janë më stamë si boshti korrizor, që e mundësojnë me lëvizin njëri edhe më majtë. Normal. Nështë edhe me luftu. Po duhen edhe organet tjera vitale. Po duhen edhe organet Po, tjera. rrindi që Se është edukimi që tha, është me thonë, nëse e këthejmë në aspekt individual, është koka. Normal që të vynë aspekt edukimit me ditë njerëzve që ka është rrezik. Normal. Me koni identifikushëm, jo diçka që veç ja thot dikush më i vjetër. Po dhe si i ri, nëse ka emergjenca, ajo është për secilin. Po. Ose nuk është veç aspekti luftës, po aleanca ekziston edhe për fatkeqësi natyrore. Normalisht. Një ndër rekomandimet. Po edhe një prej rekomandimeve tona është që me pas cross përtej aspekt lokal edhe në Ballkan, me ndihmu njëra tjetrës kur ka kriza. Po. Se e bile ka një shembull interesant me Shqipërinë, nëse ndodh një fatkeqësi për zonë Burrel ose në Koks, ma shpejt reagojnë prej Kosovës se sa me ardhë ekipet emergjente për Tiranës. Po. Dhe kjo është... Okej, tani ju çka tentoni do më thonë është si... Kjo bashkëpunimi, po ideja ka qenë... Me bo urën direkt do më thonë të komunikimit edhe përmes... Me një farë direkt. Aktualisht, çush komunikon Kosova për shembull në aspektin institucional me NATO-n? A janë vetëm rrugë institucionale? Për momentin është KFOR, që komision prej 99-ës. Përmes rezervën 244, kurse mas transformimit të TMK-s në FSK, or një NATO Advisory Relation Team, është si zyrë ndërlidhëse për me këshillu, zyrë ndërlidhëse e NATO-s për me këshillu Kosovën, po mision specifik ata kanë pas mbikëqyrjen civile mbi institucionet e sigurisë. Dhe që mu siguru që është u formu një ushtri ose një institucion me gjithëpërfshirë se ato multietnike, po edhe me frymë demokratike, transparencë ato. Atë mision të mëkeve që ka pas, ato veç që ka jenë apliku, sa ja veç që transformu prej ndërkombëtarëve të 99-2000. Puna atyneve me ne që kanë minore. Tash mos me hi thellë, misionin ata kanë arrit shpejt.
Okej. E kanë arrit Sepse shpejt. ka pas bashkëpunim edhe Ka prej pas palëve. bashkëpunim se Po. në teren aty veç janë apliku Po, sepse këtu Synimin ndryshime e kanë tyre. ndodhur sysh mati, domethënë. po se ka pas Në prej mas fillimit limita. frym bashkëpunuese për institucionet Normalisht. sigurisë. Po. Edhe misioni ka qenë shumë më i lehtë edhe për ta. Edhe për ta. Sepse s'kan normalisht. has në rezistencë Po. ose në kundërshtime kështu të llojit. Qëtu e në rrugë që thash është nalt, thirrët është kërtesa nalt edhe këfar. Kosova komunikon përmes të dy kanaleve e me cek për audiencën janë dy entitete që nuk kanë lidhje mes njëra tjetrës. Okej. Këfori është me përmes rezolutën 244 komision pasqyruajtës. Po. Është shumë këmsh, kurse nalt edhe ajo është derivat i rezolutës për komision të veçantë. Edhe raportojnë direkt në NATO, secila Po. i ka raportimet dhe komunikimet direkt në NATO. Po, tash domethënë përmes projektit edhe asaj që keni bisedu atje ku keni marrë pjesë domethënë në summitin e NATO-s tash, domethënë në 2026-ën, ju jeni të folë për ura tjera lidhëse mes institucioneve të Kosovës dhe NATO-s, nëse po e kuptoj qartë. Edhe qëllimi i projektit është më i thonë NATO-s mu inkuadru me një farë mënyrë më shumë edhe në çështje tjera në Kosovë, me bëj Okej. goçet bashkëpunim direkt dhe nëse është tepër pak, mos me lënë veç në ato çashtu Po, politike, burokraci po, edhe procedura, po. Na mi tregu që ka sene shumë të vogla me cilën munësh me qenë kontribu. pjesë, me kontribu, na me kontribu për juve, nuk ka nevojë me qenë direkt, më thonë, te andarësime, po mundët me anis kadale që Normalisht që parathrohen Sakt. raporte kështu. Okej, ju kuptoj. Në çdo 2026-ën që keni marrë pjesë në Turqi, çka ka qenë tema edhe çush jeni ndjekur domethënë kush merr pjesë aty, a mundeni me nda i detaj pak a shumë domethënë e pam sa trupa kanë marrë pjesë veç për aspektin e sigurisë ku është marrë summiti, çush është me përjetu krejt qëta, sidomos kur jeni prej Kosovës. Tash pjesë e projektit me përmes John Hopkins University, i na kanë lider të shteteve, këtë rast ku marrë pjesë në summit të NATO-s në Ankara. Kam privilegj që zërmu përshkru me fjalë, organizim i hatashëm. Okej. Janë afër 57.000 trupa të sigurisë që kanë siguru veç Fizikisht. fizikisht, po edhe me i kam në dëfatë më i mjëndo, është Po, gati besoj 3 shpasin. metra rruga kryesore. Është për qendrës të Ankara, është Antikabir, është presidenca Erdogan ku mojt Po. eventi i natës, summiti. Këtë ka qenë e blokuar në rruga me 3 metra pengesa të hekurta. Okej. Edhe si labirint, me thonë. Veç për me shku të dheni ku Do të thos prej hotelit, e Prej ke pas hotelit. rrugën në për qëto, ku i para se me shku i kena pas të rekomanduara në vend qëndrimet. Okej. Edhe lider botërore kanë pas hotelin ku kanë venajt, Po. edhe prej hoteleve ku kanë qenë të ftuarit, u kanë rruga që i ke direkt në venet ku në kanë të mojt sesionet e natës. Po. Po krejt do në pjesa tjetër kanë rrethekune prej policisë, ka pas gjandarmeri turke, edhe me siguria ka checkpoints. qenë tepër Me checkpoints, do është tankuhen me badge edhe me pasaport, do në hishën kaleshin një pjesë, tani do fke prap me do në checkpoint, check-in, verifiku dhe sa mrishet të vetë. Do organizimi voli në aspektin e sigurisë, Normalisht. fizike, ato Po. kanë që shek kështu dhe t'len për shtypje. Po, edhe që përgatit gjatë Turqia. Herën e fundit e ka pasur Turqia në 2004-ën. Kanë organizuar nesën nuk ka bëj në Stamboll, herën e kalume, kësa herë është në Ankara, kryeqytet. Po. Tani mrena sesionet, e kem pas 2 ditë, do me 7-ën edhe me 8-ën, prezantime, është traktati Atlantik, e ka pas ka organizu sesion edhe për pjesën e Ballkanit, edhe më i me thonë që meritat i ka Edward Joseph, që ka shty edhe më diskutuar çështja e Ballkanit për ndihmur në summit. Siç e dini, nëpër media keni pasur temat kryesore në summit natës, ka qenë
pjesa e 5%-shit, Po. me rrit buxhetin e Kontributeve si bojnë kontribute. po. E dyta ka qenë me rrit prodhimin. Po kanë forume ditën e parë, pjesa shumica e samitit do kanë për industrinë e mbrojtjes. Qysh me rrit prodhimin, Prodhimin e armëve. në industrinë e mbrojtjes, tash armë, sisteme, Po. tash me AI do ka dalë në nivel tjetër, Okej. tema që gjithçka vinë më produsu. Edhe tema tjetër ka qenë në Ukraina, me vazhdu me mbështet Ukrainën. Po. Në çdo margjina ka pas edhe diskutime tjera, po nuk ka qenë prej herave tjera që gjithmonë ka qenë diskutim Ballkani Perëndimor, këtë vit mendoj që u diskutu pak. Okej. Çështja e Ballkanit Sepse Perëndimor. fokusi është më shumë në Ukrainë. Në kohën lindor, Po. ku parashihet që Po, janë geopolitika edhe Ja. politikat e shtetet anëtare. Rekomandimet i kena edhe me Ukrainën gjithashtu, se Po. projekti të shku të rrit, kena pas edhe pjesë malës mandej, që kanë Okej. kontribu. Kështu që Po. edhe për neve ka qenë besoj rast relevant. Po, pas pjesëmarrjes e keni pas domethënë në Turqi tash. Bajram ça po mendoni tutje, domethënë a ka me u kapitalizu edhe ma mirë që puna ju që e keni bo tash prej 2024, për marrë shembull prej pjesëmarrjes parë që e keni pas në Bruxelles, çka po mendoni tutje dhe ka me kanë një fare s'po di, një derë hapun edhe për trend të tjerë me u bashku, me atë qysh është kontributi që mundet me u bo për ata që veç janë të interesuar në fushën e sigurisë, në pjesëmarrje domethënë në eventet e tilla, çysh ka me shku tash e tutje prej anës tuaj? Unë mëj me thonë që ky network është një histori e suksesi, nuk mendojmë na me nejt të në kohën që i përfaqësojmë. Për këtë arsye, kena bo ftesë në universitetet publike dhe private në Kosovë dhe kena fitu student më të mirë që kanë interes në NATO. Edhe jem përgjigj këtë universitetit pozitivisht, kështu që i përshëndes Po, sinqerisht. Edhe tash pjesë e networkut, u rrit networku, është thirret NATO Youth Kosovo. okej, është fasin ndëse edhe fasin zyrtare. Po. Po. Edhe Këtu do të ketë lajme vetëm prej fushës sigurisë, diskutimet që a i bëni, apo? Po. Edhe rezultatet... është rrjet, është rrjet i rinis që na edhe edukohëm të kanë pjesë e rrjetit, po njëkohësisht edukimin tonë, një rrit që i marrëm, i ndojmë me tjerë. Po, Platformat e ngjashme ekzistojnë edhe në vende tjera, shtete tjera, veç e kanë NATO Youth, edhe mandi për shembull Kanadë, NATO Youth Turqi, edhe na kena bota ashti për Kosovë, në një farë mënyre për me vazhdu si vazhdimësi e projektit, Po. edhe me rrit, edhe me eduku rinin. normalisht. Deri më tash, domethënë ju nuk e keni ende antarësi ose një diçka një numër që është në rritje, apo veç ka fillu kjo? Se- Po, sa jena ofër 10 persona, Okej, takimi domethënë veç keni nisë. po, ka nisë aktivitetet, Po, në me tash- gjetë në platformat sociale. Po, besoj si NATO i pasim Youth këto. Kosovo. E tash domethënë çdo diskutimet që i bëni janë për të ardhmen, për organizimet e ardhshme, apo çysh shkon? Projekti ka me vazhdu. Ka me vazhdu projekti, edhe vitin tjetër e kemë summitin në Shqipëri. Po, Kemi tash është edhe shumë ma ofër. interesant. Normal që synojmë që përfaqësime që kena pas që tash, unë e konsideroj, në Turqinë e kena shtet mik, mendoj që u dash me pas mundësi më të mëdha e Kosova për me pas në platforma diskutime ndryshme. Okej. Tash e kemi Shqipërinë, edhe kam Që puna bindje që puna duhet me nisë shumë më herët për me shty tema. shumë mirë që the. Shumë mirë që the. Tema përpara. Këto Po, kuptoj. diskutime, Shqipëria edhe është e zonën në planifikim, është po fole Se sa e folëm domethënë organizimin e është Turqisë. gigante planifikimi. Qysh e kuptova, tash është e fushës tane, i kanë 1000 gazetarë
Po. Tash imagjinojmë i qu ftesa 1000 gazetar Veç platforma. organizimi edhe akomodimi. Me kalu tyne. këtë aspektin e sigurisë, akomodimi, ushqime, Po. transporti, qysh me E le më me pas domethënë Ashtë e kuptan ma personalitete. mirë këtë pjesën e Po. internetit me pas se cili më lidh me platformat e Normal. veta Këto ka do vi. të më mundsu domethënë Veç atë organizime, po është kosto kogja është kosto. energji E normal. le më me organizu për secilin shtet, se ke secili shtet ftohet me delegacionet e veta, paracaktohen temat e diskutimit, normal ato vinë edhe prej aspektit leadershipit të natës, po edhe Shqipëria ka pjesën e vet që mund me organizu evente mrena margjinave të summitit. Normal. Kosova kështu si shtet, do të thotë atje vetëm si observues në parlament atje, Është aktualisht. për momentin e kemi kjo ka qenë 2018, nëse Okej. nuk gabohem. Mase që u bo ushtria, e kanë mundësu që me pas edhe në pozitë të observuesit në parlamentin e natës. Po. Na e qymë ato ambasador. Okej. E qymë ambasador. Përfaqësues të shtetit, po. Përfaqësues të shtetit në NATO. Po kësha thonë observues është veç faza fillestare. Na do të mësunu për kompetencat plota. Sepse si observues, nëse po e kuptojmë domethënë edhe për publikun, nuk parashtrojnë çështje, apo? Janë më shumë i dëgjojnë diskutimet, marrin pjesë, po të thotë nuk paraqesin Nuk kanë çështjet të drejt vote, nuk kanë drejt me pru agenda, ato i kuptoj. bojnë vendet anëtare. Normalisht synimi domethënë duhet me qenë sa më lart me qenë prezenca në parlament. Normalisht. Po, më fal. Te masim të parlamenti, vendet anëtare të NATO-s që na kena 99% të vendet anëtare të NATO-s i kena partnere. Po. Kena partnere, edhe mendoj që ato është vendi ku ata mund me pru çështjen e Kosovës me avancu, nuk është dësyrë veç antarësimi direkt, po. po të paktën për rekomandime e diskutime dhe NATO që e pata mundësin me prezentu, është që nuk e lëndën asni mos njës, ose në vend që nuk na njës, nuk na dën të mirën, nëse NATO në ndihmon bashkërisht me bo një draft të Membership Action Plan, që është plani veprimit për antarësim në NATO. Është pjesa e bisedimeve, po mund të me kanë si draft. Veç mi pa cilat e obligimet e Kosovës për çfarë Ato pastaj vinë tek shteti, tek institucionet, çka duhesh me bë tutje për me u afru antarësimit, nëse po e kuptoj, apo? Qashtu, është shtetet me shpreh dëshirë për antarësim, është pjesë e procesit. Pastaj tani është aprovohet është me drejt veto. Okej. Do të më pajtu secili antar i NATO-s për me pranu shtetin që po aspiron atë. Okej. Pastaj ti hen në çet procesin domethënë ku ti sheh hapat cila duhet me i përmbush, nëse po e kuptoj. Kjo që thash më herët plani veprimit për antarësim, është hapi krejt fillestar. Hale nuk i antarësu. Nuk duhet vota krejt. Nuk duhet vota krejt. Kjo është veç aspekti politik, edhe po unë kam besim që kena mjaftu shumë aleat që mujnë me mbështet edhe me shty përpara. Po nave si Kosovë mendoj që mundemi, mund shoqëri civile, mund studius akademik, mund mbledh edhe me njerëz të sigurisë. Okej. U banën kogja do vjetë mas lufte, na kena institucione edukative në aspektin e sigurisë. Po. Edukohemi në shkollat më të mira në botë, në maqina të gatshëm, edhe kena ide se që do të më do. Po, prej asoj që keni po ju tash veç e dini që kapaciteti është ato. Unë mendoj që na duhet me synu, edhe një pip synimeve në studimet e mia e kam me kriju një Membership Action Plan për Kosovën. Mi po cilat e në obligimet tona, nuk është gjithsesi veç më marrë me mos njësit. Kjo është mendimi jam pa ngrenaj paralele. Mendoj që detyrat mund të mi bo secil, nuk është veç me ngrej paralele. Me kry krejt kapak, kështu që veç me politike, nuk është vetëm të politika. është në një momentum edhe akademik mundën më mbledh bashkë edhe me bo një mundemi me përmbush hapat e vezel, në mënyrë që kur krijohet një momentum tjetër ndoshta politik,
shfrytëzohet shumë ma lehtë. Ashtu. Okej, për fund krejt, kisha dashur edhe vlerësimit e juaja personale për Kosovën si shtet, domethënë a mendoni se ka me kanë një armë, domethënë synimet tashmë si dim, po si antare në NATO, po a mendoni që në çet drejtim jeni tu kontribu normalisht edhe ju prej komunitetit të rinjve, po a mundet me qenë kjo edhe një mundësi edhe për të rinjt e tjerë, me kontribu në çet drejtim. Pak a shumë se folim që janë hapat vezit që mundem me ndërmarrë, po deshta edhe vlerësimet e juaja personale kështu në çet drejtim. Gjithsesi, unë mendoj që të gjithë rritë që ka ma herët prej krejt fushave, duhet me jo me marrë me siguri, po me pas një hurit përgjithshme për sigurin e vendit, edhe normal që me kontribu në fushat ku ata janë. Njëna shumë krenare që veç e kena bo një hap të vogël edhe kemi marrë pjesë në këto vendet që veç i përmendëm, edhe besoj që për shkak që projekti po vazhdon, tash veç e kena një bazë shumë të fortë edhe pe kësaj e shoh diçka si një trampolin që tash ti mujna me kthye në shkallën tjetër edhe në shkallën tjetër. Kështu që jam optimiste në kuadër të, domethënë, të opportunities të reja që kanë me ardhë, edhe i ftoj krejt që edhe me na ndjek në rrjetet sociale, edhe me mendu nga ide bashkëpunimi, mune me bo diçka edhe lokale, rajonale, edhe veç me vendos Kosovën në hartë edhe ma shumë. Bayram? Në fillim thash që i ka 27 vjetë që NATO është në Kosovë. Po. Dhe është misioni më i gjatë i tyre pa qërojt prej themelimit. NATO vetë pranë Kosovë, edhe patrollon nëpër kufi, edhe mundohet me siguru mirëqenie, siguri për çka do që jetë në Kosovën. Po, mendoj që ka ndrru realiteti në teren, observimi jam. Në 89-ën, kur kemi marrë mbështetje prej NATO-s, edhe ka ndodha e si vetë... Po, u përfundoi lufta, normal, me gjithashtu nismat lokale. Ku që ka jarë që... Po, normalisht e ka ngritje, nisë me ide se kërkush të vjen të ti me thonë që ape dënë a ki nevoj për liri. Po. Po normal që nismat... Rezistenca lokale, që pasaj e bojnë zhurmën edhe marrin vëmendjen. Po edhe është konsiderohet si histori e suksesit që prej lokale u bëhet çështje globale. Kam mbledh Këshillin e Sigurimit. Po sepse sot shohim raste tjera që nuk është e njëjta çështje prej NATO-s ndoshta atje. Domethënë për vende ndryshme. Po në histori janë edhe momentume. Historia... Prandaj po them, ka qenë momentum ndoshta... Janë edhe momentume. Ne jemi me fat, po është fat me punë para prake. Po. Që u bë diçka në kohën e duhur. Thash më herët që 27 vjet u bënën NATO të për Kosovë janë 31 shtete shumë kombëshe që kanë misione specifike, zonat sigurisë, që i patrullojnë, i sigurojnë deri në aspektin civil, ofrojnë ndihmesa, po edhe bashkëpunojnë me institucione. Çka kisha thonë mundësitë për në të ardhmen, derisa ka ndrru realiteti në teren, do të më ndryshu edhe praktika edhe mira operimit në teren. Atëherë s'kemi pas institucione. Ka qenë qeveria në ekzil, po s'ka pas institucione në Kosovë në 99-ën. Po. Tash kena shumë mirë që funksionojnë institucionet. Nuk përfoli për këtë aspektin gërshit politike, nuk janë fusha jamja, po përfoli që kemi institucione që funksionojnë. Po. Funksionojnë, tash do të më ndryshru edhe qasja e NATO-s ndaj Kosovës. Do me fol kontaktet si me një shtet të pavarur që ka konfirmuar edhe gjykatat e kombëtare. Jena ta përmbush. Çaja është një mekanizmi më i fuqishëm që ne kemi. Nuk është veç një shtet që ka shpall pavarësi, edhe çka kaq për shembull se Çipra ka pjesë atyre ka shpall pavarësi, po e njeh veç Turqia. Nuk jena ai shembull. Ne kena mini që në 20 fiu njohje. Shtete jena de facto, de jure jena shtet. I pavarur dhe kena diçka që funksionon. Që ky është realiteti që ka ndryshuar teren prej 99-s. Unë besoj që do të më përshtat
edhe struktura aktuale me realitetin e ri në Kosovë. Po. Që me komuniku direkt me Normalisht, Kosovën. me fillu dikon me hapat vedel e pasaj. Që është prej observimit të hulumtimeve të mia që i bëj është që hala mundet mu bo më shumë. E për aspektin rinur që kena nis, që kem do nisma, çka e shoh unë është ka njëherë ndoshta vetë më stan vetë kënaqem, përse shumë prezencën e natës edhe ndoshta vetë mjaftohen. E marrën të mirësim. Edhe është e mirëqen, po nuk dina mjaftu shumë për natën. Jo. Nuk dina se qysh morën vendime ata. Nuk dina qysh është strukturuar, nuk dina ka boza. Po. Nuk dina ka boza natën nëpër Evropë, jashtë Evropë. Investimet që bojnë, domethënë, Na duhet mi ditë atë pjesë. Ju veç ka sepse boza aspirojnë këforit me qashtu. Kosovës, po do të me ditë edhe jashtë sojna. E çto nisma, ndjena krenare që në pjesë e sojna, se na duhet me eduku edhe gjenerat të tashme. Normalisht. Tash na po folëm rini, por rini konsiderohet deri 35 vjet. Po. E kryeministin e Austrisë kena pas para 7 vjet, ko 27 vjeçar. Okej. Po. Tash edhe kondi edhe është rini, po ti kur edukani 22 vjeçar, 25 vjeçar, është i ndihmon me nashta mu kanalizu në fushën e sigurisë. Po, drejtimet e veta personale, ma Tash e kena kibernetikën që është komponent, më thamë pilar i 5 në aspektin e sigurisë. Kibernetika nuk është veç me njerëz të uniformuar. Po. Se ma të zellshëm i ki në kibernetik civil që nuk ka lidhje me uniformë edhe me aspektin e sigurisë. Krejt ka do të me i kanalizu në mënyrë që me kontribuar në shërby. Jena adres. Njëri që din diçka prezon për kibernetik, ose e një fushën ma shumë se sa. I vynë. Po, u ke le qaset e na, edhe bëjna një hulumtim bashk, e drejtojnë atë dikush që mundet edhe ai me kontribu. Në mënyrë që me kapitalizu edhe ai punën e vetë, domethënë me u pa dikon si shërbim. Jepet mundësia mu ekspozu në ashta profesioni tina dhe aftësia tina, për mes që ti network, nuk ka gjithë me gjithë ku po hopen institucionet edhe në punë me apliku, po nisë që edhe pjesë e networkët edhe ekspozohesh, i sheh edhe mundësit në ashta nuk ki njohuri ose ambicie ma shumë sa që ka që ke pos që ke menu. Po, qëto informacione mas ne mundet shumë alet me i marrë si pjesë e rjetit, si antarë, si bashkëpunëtor. Bajram edhe Rita, unë falenderit shumë Nina tepër mirë njës që keni ardhë, edhe që keni tregu krejt eksperiencën e juj. Në prej juve, me modestin e juve, ju do gëndashta hapa të vezel. Unë mendoj se jeni të bëu diçka fantastike përkundër, domethënë aspektit personal dhe përfitimeve personale ose asaj që bojnë anan jetën, karrierën personale, unë mendoj se jeni të bëu diçka më shumë për vendin, që besoj që ka më pa si rezultat ndoshta edhe pas pak vitesh ose diçka e tillë. Unë shpresoj që këtë puna e juaj ka më kapitalizu, keni me pa rezultate edhe më të mëdha, edhe Nina tepër mirë që jeni pjesë e këtij vendi edhe që kontriboni në aspektin e jashtëm këtë drejtim. Ndoshta me ricik për audiencën, këtë është punë vullnetare. Po. Edhe ai që vjen më pjesë e rrjetit, është punë vullnetare. Po, prandaj e thash se domethënë e di edhe prej bisedave që kemi pas, domethënë që komplet punën sa e keni bërë deri tash është në baza vullnetare, që e bën edhe më madhështore tani punën që jeni të e bë. Faleminderit për hapësirën, edhe në çastin pozitive gjithçka që na jep këtë diskutim. Jam shumë i lumtur që ndajtëm Veç më shumë vullnet kena. Po veç po edhe në ata i përshëndesim krejt ata antarë të ri, i ndojna po besoj i shfasim me juve. Po. Herën tjetër ata kanë marrë vend. Okej, ose vinë na suksesin e radhës. Gjithmonë e keni derën sjell. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.